absolutisht, pavarësisht që ne mendojmë që vjedisimi është i lartë, nuk duhet i gjykojmë, sepse jo çdo kush për neve mund të jemi mjekë, mund të kemi njohuri dhe jam shumë e lumtur që pyesin edhe dojnë me qartësu dilemat kokën e vet, se kur nuk ka pyetje pa lidhje. Absolut. Asnjëherë. Edhe unë shpesh këtu dalë cilësinë e pacientit edhe i bëj pyetjet nga më të ndryshmet. Edhe çashtu edhe duhet, sepse mbas që këtyre pyetjeve në realitet ju na jepni informata, po do na jepni informata se ndoshta një diçka sikur që tha pyetje pa lidhje ose diçka, domethënë vetëm një fjali për shembull, jo valla unë po kam dhimbje që tash, domethënë përpara kur më ka ardhur cikli s'kom pas dhimbje, po që tash kohëve të fundit që po kam dhimbje, ose përpara doktorisht kur s'kom pas dhimbje për shembull gjatë marrëdhënies që tash si di se çka kam. Domethënë ose po edhe na duhet me pyet, domethënë përveç domethënë që pacienti domethënë duhet. Po kur s'din pacienti me pyet? Sigurisht, domethënë është obligim edhe i joni, edhe me sqaruar çdo gjëna, mirë po që tha pyetje pa lidhje, asnjë pyetje nuk është pa lidhje. Absolutisht nuk ka.